Mirë, jemi rikthyer Evarist Beqiri, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, pedagog, ish drejtues pranshish, është bashkuar me Mono Studio. Faleminderit, kënaqësi që jemi ne. Si edhe kam kënaqësinë po ashtu që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë Evarist Toja, financier. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit që më ftuat. Kënaqësi. Besoj sepse është parë me shumë interes gjithë situata, tensioni i krijuar në lindjen e mesme. Përgjigja, le të themi, nga Irani këto 72 orë, si e keni lexuar dhe çfarë shkallë rrezikshmërie, le të themi, paraqitet situata? Një luftë kur dihet dhe në ndonjëherë vendimi për të filluar një luftë është më i lehtë se sa pastaj për të parashikuar, për ta kontrolluar dhe për ta ndaluar. Pasojat dhe për ta kontrolluar se si përhapet. Në rastin konkret urojmë që të jetë një luftë sa më e shkurtër, me sa më pak viktima në civil. Me sa duket deri tani flitet për rreth 500, me sa kam parë mbi 500 të vrarë që për 2 ditë nuk janë pak. Për së vërtetës, sot kemi parë përshkallëzim të mëtejshëm sepse milicit Hezbollah ka sulmuar Izraelin, Izraeli është kundër përgjigjur. Pra duket se ajo lufta që ka qenë gjithmonë me proxit, Irani e ka shtytur dhe ka qenë një nga aktorët kryesor destabilizues të lindjes mesme, për së vërtetës. Se duket ndonjëherë dhe ka akuza që duket sikur sulmua dhe luan aktualisht rolin e viktimës, por ndërkohë ka vite, dekada që destabilizon dhe bën një luftë indirekte, po e quaj hibride, po doni le ta quajmë, po dhe jo vetëm hibride, po dhe me veprime konkrete ushtarake, sepse milicite e Hezbollahut, Hamasit, Houthit, rebelët Houthi, janë të gjithë, mos flasim pastaj për Sirin, që ishte një nga shtetet kryesore aleate të Republikës Islamike të Iranit, por ndërkohë të gjitha janë të dobësuara realisht për momentin, të gjitha këto aktor janë të dobësuar, por megjithatë kanë mundësi të reagojnë dhe të bëjnë dëme për aq sa munden, me sa duket deri tani dëmet janë të kufizuara, viktima nga radhët e ushtrisë. Kanë mundësi të reagojnë dhe kanë mundësi të përgjigjen. Kjo përgjigja brenda 72 orëve. Këto janë janë dhe orë vendimtare, besoj. Dita e tretë, sot po jemi ditën e tretë të luftës. Janë orë vendimtare dhe do jenë vendimtare për të treguar se si do shkojë konflikti. Dhe sa do jetë në gjendje të rezistoj leadershipi, po e quaj i ri i Iranit, megjithëse nuk është i ri, është prapë i vjetër, ka vetëm një element shtesë që është eliminimi i Ayatollah Ali Khameneit dhe i një pjesë të leadershipit ushtarak, po jo vetëm, sepse ka pasur dhe aktorë të tjerë, siç ishin lideri i milicisë Hezbollahve, por dhe drejtues të inteligjencës iraniane, ministri i mbrojtjes e tjerë. Pra goditja që është bërë nga amerikanët dhe izraelitët ishte një bashkëveprim jashtëzakonshëm. Pra flitet që ishte CIA ajo që ka siguruar të dhënat informacionin e saktë se ku gjendesh Ayatollahu dhe e ka ndjekur prej muajsh, me sa duket. Një operacion i mirë planifikuar dhe është kaluar pastaj informacioni i Iranit, janë shkëmbyer rolet në këtë rast sepse nëse kujtohet para sa vitesh kur u eliminua Soleimani, nëse mbani mend lideri i gardës revolucionare, pra i trupave i Kudseve në Irak, në një sulm amerikan me dron, ishin izraelitët që u kaluan të dhëna për vendodhjen e tij dhe që e ndiqnin. U kaluan amerikanëve dhe goditën amerikanë. Ndërkohë në këtë rast janë amerikanët që kanë siguruar të dhëna me burimet e informacionit të tyre, kuptohet që është një ndërthurje elementësh të burimeve njerëzore, inteligjencës, po doni artificiale, pra të inteligjencës shumë burimore, po dhe të satelitëve. Edhe mbi vendodhjen e saktë, por edhe momenti, gjykoj ka qenë shumë i rëndësishëm. Ishte një moment kur ata kanë pasur një takim, një mbledhje të leadershipit për të gjykuar për ecurinë dhe për të marrë masa për luftën, se prisnin, realisht e prisnin një reagim të amerikanëve dhe izraelitëve, sepse ata qëndruan kokëfort në negociata, nuk pranonin. Amerikanët ishin të drejt për drejt në negociatë dhe kanë kërkuar të heqin dorë përfundimisht nga programi bërthamor. Ndërkohë po të shikoni se çfarë thon ata, ministri i jashtëm i Iranit ditë e fundit pra ka thënë shprehimisht që ne nuk mund të heqim dorë nga ky program sepse e quanin program paqësor dhe drejt legjitime e tyre për të zhvilluar dhe për të pasuruar uraniumin, ndërkohë që kush kishte garancitë që ata nuk do ta përdornin për
këtë uraniumin e pasuruar për të ndërtuar bombën atomike. Dhe këtu ishte pika kyç. Ata nuk kanë pranuar absolutisht që të heqin dorë nga kjo, domethënë, dëshirë e tyre, as nga shumëfishimi i arsenalit të raketave balistike, që është njëra anë. Kështu që amerikanët morën vendimin, kuptohet bashkë me lidershipin izraelit, që të godasin dhe të hedhin këtë hap për të ndryshuar regjimin tashmë. Pra, iniciativa është jo thjesht dhe vetëm për t'i penguar në realizimin e kësaj iniciative ose kësaj ideje të tyre që është e ka hershme, se nuk është e viteve të fundit, por nga ana tjetër tashmë është kaluar përtej dhe kërkohet, nëse deri para pak kohësh kanë hezituar, kryesisht amerikanët kanë hezituar në ndrimin e regjimit, sepse duhet kemi parasysh dhe eksperiencat e mëparshme që ka ndodhur në Irak, që ka ndodhur në atë rajon, që ka ndodhur në Afganistan, me ndërhyrjet e mëparshme të amerikanëve dhe me koalicionet e tyre, ndërkohë që kur bien regjime të tilla duhet kemi kujdes në mënyrën se si ndikojnë dhe më gjerë se sa vetë vendi konkret që është Irani, po dhe në krejt lindjen e mesme. Dhe konflikti me sa duket dhe Irani këtë synon, që të destabilizojë të gjithë rajonin, siç e ka bërë më parë me tentativat indirekte, tashmë po e bën direkte, ju e shikoni me sulmet e fundit, ka sulmuar pothuajse të gjitha, nuk përjashtohet asnjë nga vendet e lindjes mesme nga sulmi i tyre. Asnjë nuk është përjashtuar. Pra dhe Omani, që ishte një nga vendet që priti dhe negociatat, nuk u kursye ditët e fundit. Edhe kjo është, në fakt, është përcjell edhe gjatë ditës së sotme. Megjithatë ishte edhe mënyra se si u prit në Iran, por edhe çfarë mund të sjell kjo, pra mund të sjell përshkallëzim pra lidhur me qëndrimet që do të mbajnë vendet aleate. Dua të ndalemi pak që të përfshijmë edhe zotin Stoja në këtë diskutim për faktin që mbyllja e kanalit të Hormuzit ka ngjallur jo pak shqetësime sa i takon aspektit ekonomik, pra pasojave që mund sjell lidhur me çmimet e naftës sot në treg. Është reflektuar direkt sepse në orët e para të mëngjesit çmimi për fuqi ka shkuar në gati $80, gati një rritje 10%, 9 deri në 10%. Megjithatë, çfarë do të sillte, zoti Stoja, pasojat në ekonominë globale? Da, unë të falenderoj dhe të kërkoj ndjes paraprake, sepse nuk ju dëgjoj me ndërprerje, nuk e kapa të gjithë pyetjen, po do përpiqem ta përmbush. E kuptova thelbin, po thjesht po i kërkoj ndjes juve dhe shikuesve. Siç e tha dhe juve, kur tregu u hap në Azinë fillim dhe pastaj më tutje, çmimet e naftës bruto u rritën në fillim me 13%, pastaj ato u reduktuan diku ke 9%. Problem serioz është se edhe gazi ka rritje dhe për moment këto shifra janë shumë herë më të frikshme. Për momentin me çfarë unë po para se të lidhesha me ju kontrollova tregun dhe çmimi i gazit natyral të lëngshëm është rritur me 50% në tregjet e kapitalit. 50% ndoshta do reduktohet, por gjithsesi është një rritje shumë e madhe. Edhe kuptohet që duke qenë se energjia, nafta dhe gazi janë inputet kryesore, janë elementet kryesorë që shkojnë në ekonominë globale, kuptohet që gjithçka që vjen prej këtyre do psoj rritje. Edhe kjo sigurisht ka dhënë tronditje të jashtëzakonshme në tregun e kapitalit, sepse duke u ushqyer në mënyrë zinxhir këto rritje do shpihen në inflacion, të cilat bankat qendrore prej muajsh e vitesh janë munduar që ta mbajnë në kontroll inflacionin, si në Evropën perëndimore dhe sigurisht edhe në Evropën më gjerë, Shqipërinë gjithashtu. Dhe më gjerë sepse erdhëm nga një situatë ku inflacioni ishte gati me 2 shifra. Dhe tani jemi në një situatë tjetër ku ky është rrezik serioz. Dhe kjo do ketë pasoja serioze. Unë kuptoj që Shqipëria s'ka marrëdhënie direkte me Iranin dhe ne nuk bëjmë tregti, po sigurisht partnerët tanë kanë marrëdhënie me ata dhe në mënyrë indirekte sigurisht që dhe kjo është problem serioz sepse në ekonomi gjërat janë zinxhir.
Unë dua të mbetem pak sepse është shumë interesante, është trajtuar konflikti, por edhe impakti ekonomik. Ngushtica e Hormuzit, në këtë ngushticë, le të themi, kalon gati 20% e nevojave që kanë sot tregjet globale, pra vendet për naftë. Ndërkohë që skenarët e parashtruar deri më tani nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit është ose do të ndalohen, pra do të ketë një mbyllje pjesore, që do të thotë ndalim të eksporteve nga ana e Iranit, që është një ndër vendet që prodhon, pra një ndër vendet në kryet listës, le të themi, të vendeve që prodhojnë. Megjithse OPEC-u deri diku e ka zbeu, Shtetet e Bashkuara e kanë ulur ndjeshëm varësinë që kanë nga nafta që mbërrin nga vendet e lindjes së mesme, por skenari tjetër është një mbyllje tërësore, që do thotë kjo aortë e furnizimit me naftë ndërpritet rrënjësisht. Në të dyja rastet, një skenar me çmime që shkojnë mbi $100 për fuqi, çfarë do të sillte në tregjet globale? Situata që paraqitet është vërtet jashtëzakonisht serioze, por mos thënë tragjike. Bllokimi i ngushticës, blokada po deshet, e ngushticës Hormuzit është sigurisht një kërcënim serioz. Megjithatë, forcat armatosura të Shtetit Bashkuara nuk besoj se do ta linin pa përgjigje këtë punë. Sigurisht që ata do të përpiqeshin, por do kishte kundërpërgjigje. Problemi serioz nuk është thjesht se ngushtica bllokohet, sepse ashtu siç bllokohet edhe zhbllokohet. Problemi serioz që parashtrohet është nëse Irani do godas apo jo, siç edhe në fakt duket se ka filluar, infrastrukturën energjetike të fqinjve të vetë, Arabi Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Omanit, Katarit dhe kështu me radhë. Nëse ngushtica mbyllet, një ndërhyrje ushtarake, energjike, mirë menduar, mirë koordinuar, do ta zhbllokonte. Mund të kishte pasoja 2 ditë, 3 ditë, një javë, por do zhbllokoj. Nëse pastaj goditjet e Iranit shpihen në dëmtimin serioz të infrastrukturës energjetike në atë zonë, kjo është pastaj komplet situatë tjetër dhe do zgjas jo me muaj, po ndoshta edhe me vite. Mbetet për të parë se si do zhvillohet. Sot merret vesh që Irani ka goditur një fushë naftëmbajtëse në Arabi Saudite dhe një tjetër në Katar, në mos të gaboj, ka goditur një uzinë që prodhonte këtë gazin, dhe në qoftë se vazhdohet në këtë linjë, sepse Irani sigurisht atë do që ta shpërndaj, ta përhap konfliktin sa më shumë, që të shtoj presionin ndaj Amerikës dhe aleatëve të vet për ta mbyllur këtë dhe për të kthyer në negociata. Nëse kjo përhapet më tej, sigurisht që është shumë serioze. Do me thënë, mbyllja e ngushticës është serioz, shumë herë më serioze është goditja edhe dëmtimi i infrastrukturës energjetike. Ka qenë kjo qasja e Iranit, le të themi, përgjatë këtyre 72 orëve, që do thotë se nuk është hera parë që kërcënon dhe arrin në vendime për të mbyllë ngushticën e Hormuzit, duke ditur edhe nga rëndësia që ka. Por në këtë rast, sulmi ndaj infrastrukturës energjetike dhe shpërndarja, le të themi, duke sulmuar vendet kufitare, është një lloj strategjie, le të themi, që ky vend po përdor pikërisht për të mbrapsur sulmin amerikan dhe izraelit? Duke pasur parasysh kapacitetet e Iranit që nuk ka mundësi të godasi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra në territorin e tyre, kuptohet që dëmet më të mëdha ata mund të shkaktojnë në bazat amerikane që janë në lindjen e mesme, prandaj dhe kanë fokusuar sulmet aty, po deri tani me sa duket me dëme minimale. Po dhe ka pas dhe humbje jetësh njerëzore, kemi flitet edhe për 3 ushtarak amerikanë që kanë humbur jetën deri tani dhe 5. Po ka pasur edhe një reagim përpara disa minutash nga presidenti Donald Trump. Për Iranin besoj është të shkaktoj kaos global në këtë moment, pra për të ndërgjegjësuar dhe botën që kostot që vinë nga ky sulm i padrejtë ndaj nesh, pra dhe të luaj patjetër dhe rolin e viktimës, siç po përpiqet ta bëjnë për mediumet ndërkombëtare, pra duke thënë që ne ishim në mes të negociatave pse duhet na sulmonin, ndërkohë që negociatat ata kanë qenë refraktar, nuk kanë pranuar të heqin dorë nga programi bërthamor dhe kuptohet nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara prap ju kanë shtrirë dorën e bashkëpunimit dhe u kanë thënë që jemi
të hapur për negociata sërisht, por duhet të ndryshoni mendsinë, duhet të ndryshoni qasjen dhe regjimi duhet të marrë hapa konkret drejt reformave që të sjellë më shumë liri për popullin iranian. Aktualisht ne nuk e shikojmë të qasje. Ata kanë dhe ndryshimet që kanë ndodhur në leadershipin iranian dhe leadershipi përkohshëm që me sa duket një nga klerikët, politikanët klerik, pra sepse atje është një regjim, një mix midis klerikëve politikan, ushtarakëve, burokratëve, pra një ndërthurje e këtyre elementeve. Ai lideri suprem ishte një nga ata përfaqësuesit të rrymës më ekstreme, pavarësisht se e interpretonin nga pikpamja fetare që nuk duhet të prodhojnë një armë bërthamore, nga ana tjetër bënin në fakt veprimet e tyre nuk të çonin te ky vlerësim, por dhe leadershipi që aktualisht po drejton Iranin nuk duket se ka ndërmend të ndërmarr hapa reformues. Dhe kjo të çon të mendosh që do zgjasë dhe konflikti dhe nuk do jetë një konflikt i shkurtër. Pra të gjithë treguesit e deri tanishëm nuk japin me sa duket ata po reagojnë. Por për një konflikt një element që do të të shuhet rëndësishëm në këtë konfigurim duhen pasur parasysh edhe qasjet e aktorëve të tjerë global. Kjo nuk është një luftë që përfshin thjesht dhe vetëm një rajon caktuar, është një luftë për ndryshime gjeostrategjike dhe gjeopolitike në rang global, sepse vetëm para pak kohësh, në fund të janarit, në 29 janar, Rusia, Kina dhe Irani nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi shumë planësh, shumë dimensionale për një botë të re në përshtatje me zhvillimet e reja të botës multipolare. Dhe kjo marrëveshje përfshinte shkëmbim informacioni, inteligjencë, shkëmbim në fushën ndihme reciproke ushtarake, po dhe ekonomike. Kam pasur dhe më parë bashkëpunim ekonomik, patjetër, po kjo ishte një hap për të thelluar dhe më tej bashkëpunimin, ndërkohë që ky bashkëpunim tashmë po testohet. Ndërkohë kanë furnizuar vazhdimisht Rusin iranianët me dronët e tyre Shahed të famshmit në luftën në Ukrainë. Kina nga ana tjetër kishte marrë përsipër t'u jepte ndihmës sa i takon mbrojtjes ajrore, sistemeve raketore për mbrojtjen ajrore, po dhe raketa supersonike për goditje të anijeve luftarake në gjirin persik. Aktualisht nuk duket se këto kapacitetet të Iranit janë aq të fuqishme sa t'i bëjnë dëme Shtetet e Bashkuara apo Izraelit. Ama ka pasur goditje kryesisht në Izrael me qindra raketa balistike dhe në vendet e lindjes mesme të tjera, duke filluar nga Emiratet e Bashkuara Arabe kemi parë, por jo vetëm, në Irak, në Jordani, në Bahrein, në Katar, kudo pra po thuaj ka pas goditje, dhe në Arabi Saudite kudo ka pas goditje. Omanin e përmendëm. Si ka qenë kundër përgjigja, le të themi, nga këto vende të cilat janë gjendur përpara një sulmi? Të gjitha janë përpjekur të ruajnë një pozicion neutral. Për më tepër dhe nuk e kam përkrahur për i së vërtetës. Omani për shembull ka qenë vendi që ka pritur negociatat. Pse duhet të sulmohesh pikërisht nga Irani, por duket se është një akt ky dhe dëshpërimi nga ana e Iranit dhe një tentativë pikërisht për të demonstruar që ne jemi në gjendje të bëjmë dëme gjithsesi. Pra, pavarësisht se ku, pavarësisht se për çfarë i bën këto dëme, dhe është këtu duket dhe mendësia e mbrapsht e leadershipit iranian, sepse ata nuk pyesin për popullin e tyre dhe masakrojnë prej vitesh një diktator siç ishte Khamenei. Ishte shumë po, edhe le të themi reagimet në popullat pas lajmit edhe konfirmimit të lajmit për vdekjen e liderit suprem në Iran. Kishin nga ata të cilët festonin dhe nga ata të cilët vajtonin. Po mos të harrojmë që në të tilla regjime ne kemi qenë dhe vetë pjesë e një regjimi diktatorial për atyre vendeve që kanë pasur fatin e keq të kenë mbi shpinën e tyre histori të tilla tragjike, pra ne kemi qenë vetë një diktaturë dhe dim se çfarë do të thotë. Kanë qarë edhe atëherë njerëzit kur kanë humbur ndonjë nga këto liderët tanë. Kanë qarë në demokraci, do thoni ju për ndonjë tjetër, mund të çajmë prapë, por janë edhe të sforcuara ndonjëherë, nuk duhet i marrim, është propaganda dhe propaganda qeveritare që ndikon. Ne kemi parë protesta prej muajsh në Iran që u shtypën me dhunë dhe po flitet për mbi 30.000 të vrarë vetëm muajt e fundit, që është një shifër jashtëzakonisht e rëndë, dhe kjo
jo 100% e saktë sepse ka pasur një bllokim total të internetit, mungesë informacioni, por unë do thoja këtë që çfarë tregon kjo? Tregon mendësinë e mbrapsht të regjimit. Pra ata kur eliminojnë dhe vrasin pas një farë mëshire fëmijë, gra të moshuar që janë iranian, popullin e tyre, imagjinoni ju se sa të mëshirshëm mund të jenë pastaj me vendet e tjera. Dhe ja ku e treguan, nuk kanë mundësi për momentin të bëjnë më shumë dëm, e kanë përshtypjen se dëmet mund të ishin vetëm më dha, por mos harroni që janë vende këto që janë të përgatitura, kanë sisteme mbrojtjesh raketore shumë të sofistikuara dhe shikoni në Emiratet e Bashkuara Arabe, pavarësisht se flitet për mbi 200 raketa balistike dhe dron kamikaz, dëmet janë minimale, sepse shumica e tyre janë interceptuar në ajër. Patjetër që copzat e tyre pastaj bien, mund të shkaktojnë në raste dhe dëme, materiale apo dhe në jetë njerëzore, por janë vende edhe që kanë kapacitete dhe kanë para përgatitje për ditë të tilla. Megjithatë, u hoqën një pak paralele, le themi me atë çfarë ndodhi ndërhyrjen dhe sulmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në Iran me atë që ndodhi në Venezuelë. Dhe në këto paralele, pra ndërhyrja, saktësia në ekzekutimin e liderëve, por edhe pritshmëria se mos, pra fakti që ndron jetë lideri suprem, bashkë me të do të shuhet edhe do të... Këtu ka ngjashmëri, po ka dhe dallime, sepse patjetër në planifikim, në ekzekutim të një operacioni që është i ndryshëm në dy vende të ndryshme, por ka ngjashmëri nga pikpamja e realizimit, sepse janë të përfshira shërbimet inteligjente në këtë rast dhe në bashkëveprim të jashtëzakonshëm Mossadi me CIA-n. Në rastin e Venezuelës ishin kryesisht amerikanët që e realizuan vetë atë operacion, ndërkohë këtu ka një bashkëveprim dhe do të thoja që është një bashkëveprim jashtëzakonisht edhe për të marrë shembull, sepse në fushën e inteligjencës jo shpesh gjenden të tilla bashkëpunime. Dhe bashkëpunimet kanë ato rezervat e tyre, sidomos në fushën e inteligjencës. Pra, shkojnë deri diku, ndërkohë në këtë rast duket që ka një ndërthurje jashtëzakonisht efikase dhe që përkthehet me një rezultat të tillë që është, domethënë, një nga goditjet më të jashtëzakonshme që mund të jenë bërë. Ka interpretime tani, duhesh goditur, s'duhet goditur. Unë mendoj që është një lajm i mirë për botën eliminimi i një diktatori, siç ishte qoftë në rastin e Maduros, i cili është para drejtësisë amerikane tashmë, por dhe në rastin e Ali Khameneit, një diktator që ka masakruar popullin e tij, patjetër që kur dëgjojmë një lajm të tillë, asnjë nuk duhet gëzuar kur humben jetë njerëzore, por thënë kjo, një diktator gjakatar që pa mëshirë për popullin e tij, po dhe për shtrirjen e konfliktit sundonte që prej 1979 ka fituar revolucionin. Ai ka qenë më pas president deri në 89-ën. Në 89-ën është bërë Guida Supreme, pra lideri suprem, me vdekjen e Khomeneit, pra, që ishte ai, domethënë, figura shpirtërore kryesore deri në 89-ën, u zvendësua prej tij, pra, në momentin që ai u largua nga kjo botë, por është një njeri i cili ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në mbarvajtjen qoftë të revolucionit, të fitores së revolucionit në 79-ën, po dhe në udhëheqjen e Iranit në këto dekada. Dhe nuk e kishin ndërmend ata që të reformonin veten, dhe as e kanë me sa duket. Dhe ky është një problem tjetër. Nëse në Venezuelë, me që e përmendëm, kishte një fraksion i cili mori përsipër këtë fazë tranzitore të drejtimit të vendit, ndërkohë në Iran për momentin ne nuk e shikojmë këtë, dhe këtu është vështirësia, dhe këtu lind pikpyetja se si do shkoj pra ky konflikt, sepse konfliktet zakonisht zgjidhen deri diku me ndërhyrje nga ari, pastaj kërkohen dhe trupa toksore për të rrëzuar regjime të tilla. A do jenë të gatshëm apo e kanë parashikuar këtë fazë tjetër të operacionit amerikanët dhe izraelitët, do ta shohim në vijim dhe varet gjithsesi dhe nga reagimi i leadershipit iranian, po dhe i popullit. Por mos harroni masakrat dhe shtypjen, ka një sistem, ne themi është një regjim i dobësuar, patjetër, se nga ekonomia, inflacioni, shumë elemente të tjerë, populli është në vështirësi të mëdha, por nga ana e regjimit ka një mekanizëm të ngritur në dekada që i ka siguruar atij jetëgjatësinë me çfarë do lloj kostoje. Dhe aktualisht, me sa duket, ata nuk kanë ndërmend që të heqin dorë
nga kjo mundësi e tyre, pra janë të betuar se keni parasysh është një teokraci Irani, nuk është thjesht dhe vetëm një regjim diktatorial, siç mund të ndodhë thamë në vende tjera, siç është rasti Maduros apo kudo në vende tjera. Pra është ka dhe një ideologji e ndërthurur kjo me fen, me interpretimet fetare, pra këta janë dhe lider fetar, dhe lider politik, dhe pastaj ndërthurja, e thash dhe një tjetër me ushtarakët. Zoti Soja, lidhur me ndikimin, ju vut në dukje që Shqipëria preket pak, ose as pak, le themi, nga ky konflikt në lindjen e mesme, në mënyrë direkte, por mund të preket përmes vendeve të cilat impaktohen nga ky konflikt. Megjithatë, nëse duke marrë parasysh për shembull që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kufizuar importin e naftës nga vendet, në këtë rast edhe nga vendet e lindjes, duke qenë, le themi, një ndër prodhuesit më të mëdhenj, mund ta themi këtë gjë, por arrin të mbuloj nevojat që ka vendi, le themi, brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cilat flasim për shtetet evropiane, cilat i mund të ndikohen më shumë nga ky konflikt i nisur, dhe ka një mënyrë për ta kontrolluar atë në mënyrë që pasojat të mos jenë të parikuperueshme? E kuptova. Ada, unë thash që Shqipëria nuk ka marrëdhënie direkte, s'kemi marrëdhënie diplomatike, me sa di unë edhe marrëdhënie ekonomike. Por Shqipëria do afektohet nga kjo punë në mënyrë rrënjësore si të gjithë të tjerët në Evropë, sepse neve edhe pse nuk kemi marrëdhënie direkte, ne kemi marrëdhënie me shtetet tjera të cilat do të afektohen në mënyrë direkte nga Irani. Për shembull, të ju jap një shembull të thjesht. India merr goxha naftë nga Irani. Tani ky furnizim u ndërpre. India nuk do rri pa naftë. Do kërkoj, do shkoj, do gjej aty ku mundet, përfshirë edhe vendet që tani furnizojnë Evropën, përfshirë dhe Shqipërinë. Dhe çfarë ndodh kur rritet kërkesa për produkt, sigurisht që do rritet çmimi. Kështu që Shqipëria sigurisht, si gjithë Evropa, do ndjej këtë në mënyrë direkte dhe do shihet tek pompat e naftës ku njerëzit shkojnë të furnizojnë makinën, në mos brenda çështje ditësh dhe ndoshta çështje javësh, po sigurisht që do të ndihet. Në shpejt dhe pastaj edhe më tutje tek çmimi i ushqimeve dhe më tutje. Bankierët qendror me të cilët unë kam eksperiencë dhe e di që po kalojnë net pa gjumë sepse ky hapi një front të ri lufte ndaj inflacionit. Pjesën e dytë për regjimin Iran, unë sigurisht mendoj që ata nuk kur s'ka përndryshuar me vullnet. Nëse ndryshohet aty do bëhet me imponim vullneti. Kjo situatë, të gjithë këto rreziqe që po marrim parasysh tani, do sakcohen në javët dhe muajt në zhvillim nëse do kenë ndryshim sistemi në Iran apo jo. Kjo nuk është e lehtë për të thënë, sepse aty përveç elementit politik është dhe elementi fetar, ideologjik e tjerë, dhe kështu që nuk është kollaj. Megjithatë, gjëra më të çuditshme kanë ndodhur, siç ra regjimi në Siri, që para pak muaj se të ndodhte thoshte kjo është e pamundur të ndodhë, kështu mund të ndodhe këtu. Megjithatë, javët dhe muajt në vazhdim do t'rregojnë, nëse kjo bie, Irani do pushojë një herë mirë si qenë një kërcënim, jo vetëm për rajonin, por për gjithë Evropën dhe botën. Kjo do ishte, sigurisht, nëse kjo ndodhë, ishte në kosto që ndoshta do ja vlinte të ndërmerrej, por sigurisht është shumë e paqartë në këtë pikë që jemi dhe ditët edhe javën në vazhdim do të jenë përcaktuese, po. Edhe nëse do të ketë, le të themi, një qetësim të situatës, megjithatë, duke pasur parasysh kontekstin aktual, faktin që Irani po sulmon vendet kufitare, duke mos kushtyer as vendet të cilat kanë mbajtur një qëndrim neutral, nuk janë përfshirë, madje kanë dashur të jenë ndërmjetësuese në
në negociatat për armë pushim. Por rrezikohet, le themi, edhe duke e vlerësuar si që është aktualisht situata, që ky konflikt të përfshi, pavarësisht mos përgjigjes, pra nuk ka pasur një reagim nga këto vende të cilat janë prekur nga sulmet iraniane, por aleatët e Iranit rrezikohet që të përfshihen, le themi, sepse pam presidentin e Turqisë që u shpreh hapur në mbështetje të Iranit, bëri thirrje për armë pushim, pra për qetësim të situatës, por njëkohësisht vuri në dukje mbështetjen që Turqia jep për Iranin. Rrezikohet mbështetja për momentin është mbështetje morale, kur kjo punë, domethënë tensionet nuk kanë për të ulur me mbështetje morale, edhe Rusia tha diçka të ngjashme dhe aleatë të tjerë. Kjo punë tani kur po kërcet dy feku, si i thonë një herë në kohë, tashi kjo punë nuk zgjidhet me deklarata vullnet mira për paqe dhe kjo punë zgjidhet tani që lufta filloi, kush tërhiqet i pari. Sigurisht që aleatët e Iranit aty vërdall, Hezbollahu, Hamasi, kështu me radhë janë dobësuar, ata nuk është se janë zhdukur, nuk është se janë eliminuar, ata aty janë, do përpiqen të krijojnë shqetësim, sepse Irani është i dëshpëruar, tani nuk ka më gjë për të humbur në kuptimin e regjimit, ata s'kanë më gjë për të humbur, janë të dëshpëruar dhe do përpiqen të vënë zjarr kudo që munden. Kështu që duan apo s'duan, aleatët e Amerikës do afektohen nga kjo punë, nëse konflikti zjerohet, pastaj kjo është mbetet për tu parë. Arabia Saudite nuk dihet akoma, megjithse u qellua nga Irani, nuk dihet akoma se çfarë do bëjë, nëse do të ndërpërgjigjet apo jo, për arsyet që ju përmendët, sepse sigurisht kjo e zjeron dhe më tej. Po sigurisht kjo është edhe arsyeja pse është kaq serioze situata. Është serioze situata. Ka rrezik që tash përfshihen këto vendet. Fakti që janë Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli të përfshira në konflikt dhe gjitha vendet që mbajnë dhe mbështesin Shtetet e Bashkuara, mbajnë brenda vendit të tyre, brenda territorit bazat amerikane, kanë kërkuar paraprakisht njërë që mos të përdoren territori këtyre bazave për të sulmuar Iranin, pra mos i dhënë shkak Iranit që të kundër përgjigjet, por me gjithatë Irani prap e bëri këtë. Amerikanët kanë kapacitetet jashtëzakonshme, aeropranbajtësit amerikane janë aty, në Gjirin Persik, në brigjet e Izraelit, dhe janë ata që po i komandojnë sulmet dhe nuk besoj se është në interesin e Amerikanëve, ose kanë nevojë Amerikanët për momentin, jo më falë, nëse nuk kanë nevojë Amerikanët për momentin që të përfshin vendet të tjera në konflikt. Dhe nuk besoj se do lejojnë që në këto momente që po flasim që ata të kundërpërgjigjen, sepse nuk e ka kapacitetet, qoftë Shtetet e Bashkuara, po dhe Izraeli, siç e tham, veprojnë bashkarisht, janë shumë të koordinuar. Kishte mundësi të godiste vetë Amerika në rastin e Khameneit, po ja la Izraelit që ta bënte goditjen finale, sulmin pra në pallatin e tij. Aleatët e Iranit. Aleatët e Iranit tani, këtu është çështja që e përmendëm në fillim dhe po e ripërmendim. Rusia kishte mundësi që ta ndihmonte, për shembull, po të marrim një shembull, në Siri ka bazë, ka mundësi që të verbonte, po quaj, avionët izraelit që do vinin të sulmonin, ose po vazhdojnë, janë me mira goditje, që vazhdojnë edhe tani që po flasim në Iran. Nuk e mori përsipër Rusia, pavarësisht se unë përmenda marrëveshjet, dhe marrëveshjen e fundit që konsolidonte në aspektin edhe strategjik, pra ushtarak të inteligjencës, aleancën e ngushtë midis këtyre tre vendeve, pra këtë trekëndshin, Pekin, Teheran, Moskë. Aktualisht, Rusia, përveç deklaratave të presidentit dhe të ministrit jashtëm, unë nuk kam parë që të marri përsipër të ndihmoj. Rusia ka ngelur në atë konflikt, ka ngecur atje, u bë shkaktare e destabilizimit, mos të harrojmë, të rendit global, të rendit ndërkombëtar, destabilizimin dhe goditjen ja dha sulmi Rusisë në Ukrainës. Dhe tani menaxhojnë pasojat dhe janë duke vendosur dhe rivendosur ekuilibrat në botë. Dhe kjo luftë do i rivendosi në fund të saj.
Kina nga ana tjetër nuk besoj, u thash që ata kanë kërkuar dhe po tentonin të blinin këtë sistemin e famshëm për mbrojtje ajrore, por edhe për goditje të anijeve luftarake pra me raketa supersonike nga Kina. Me sa duket nuk i kanë ato kapacitete për të bërë dëme, sepse po t'i kishin do bënin dhe do shikojmë dhe në ditën e vijim, sot është dita e 3 dhe është një ditë e rëndësishme për konfliktin, se si do shkojë dhe ardhmja e tij. Me sa duket nuk i kanë mundësit. Rusia e tregoj në Siri. Prandaj unë ju pa qëllimet seka që 72 orë janë mjaftueshëm për të treguar forcën. Shiko, patjetër që janë. Dhe sot që po flatet dhe kjo ditë është e rëndësishme. Asadi nuk e ndihmuan dot që mbahesh në këmbë prej Rusisë. Maduron jo. Në Afriku kam destabilizuar, kanë luajtur një rol me Wagnerin, famkeq. Prapë dhe aty është dobësuar roli i Rusisë si aktor global, po e quajnë, nëse tentoi Putini që të luante një rol të rëndësishëm në zona caktuara të botës, aktualisht nuk e ka më këtë rol dhe aleancën me Iranin e ka shfrytzuar për të marrë armatime për konfliktin në Ukrainë, por ndërkohë sot që Irani është në këtë batak, nuk i përgjigjet dot. Sa i takon Turqisë, patjetër që ka një po themi një aleancë me Iranin ose një raport shumë oportunistik. Pra nuk kanë një aleancë strategjike, po që ata kanë dhe një gjë të përbashkët, që kanë aty problemin e kurdëve. Pra, qoftë Irani, e shtetit kurd, në ngritje se një shtetit kurd, qoftë Turqia, e kanë armik të përbashkët ngritjen e një, ose strategjin për të luftuar ngritjen e një shteti kurd në atë rajon. Dhe kjo gjë i ka bashkuar ato, dhe është dhe vëndfshinj, mund të ketë ndikime, sepse nëse konflikti përshkallëzohet, populatat mund të lëvizin, mund të ketë emigrime e kështu me radhë. Por për momentin nuk besoj se kanë mundësit apo vullnetin, dhe nëse kanë vullnetin nuk janë shumë pragmatistë se cili vend në arritjen e objektivave të veta strategjike, dhe nuk besoj se do marrin përsipër të gjenden në krah aktualisht Iranit. Dhe nuk ka asnjë sinjal, absolutisht për momentin. Çfarë konsiderohet në një konflikt? E përmendet 3 ditë, po janë këto 3 ditët e zjarrit në kuptimin çfarë konsiderohet kur nis një konflikt, ditët që përcaktojnë, le të themi, edhe vjushmërinë e tij. Vjushmërinë ose jo të tij. Irani ka pasur mundësi, ka kapacitete për të bërë goditje qoftë edhe në luftën kibernetike dhe mund ta ribëj dhe mund të tentoj. E ka bërë tani me programe keq dashur, se pra me goditje të hakersave iraniane kemi pas dhe në Shqipëri, po dhe në vendet tjera mund të intensifikojnë këto sulme dhe në ditët që do vinë. Mund të ketë zgjim të shtuqueturave qeliza ose celula të fjetura, që ata i kanë në vendet caktuara, kanë bashkëpunuar dhe me krimin organizuar në disa vende, për të goditur për shembull kryesisht leadershipin e opozitës, diasporës iraniane që është kundër regjimit, mund ta bëjnë sërish tashmë për të goditur diplomat të vendeve që janë në konflikt, amerikanëve apo izraelitëve, mund të tentojnë dhe gjëra të tilla, ngelet për të parë dhe kjo, dhe janë të përgatitur besoj Shtetet e Bashkuara për çfarë do lloj skenari në këtë aspekt, sepse kur hyn në një luftë patjetër që do presësh edhe kundër përgjigje edhe kundër reagim, se sa do jetë në gjendje e Iranit të kundër përgjigje dhe të mbjetoj ndaj fuqisë të jashtëzakonshme të dy nga vendeve që kanë kapacitete ushtarake në fushën e inteligjencës, po dhe në ekonomi të jashtëzakonshme, kjo ngelet për të parë. Ata mund të rezistojnë me çdo kosto, sepse ata nuk pyesin për jetët njerëzore, për popullin e tyre, mund të sakrifikojnë pafund dhe nuk pyesin për këtë gjë, pra mund ta sfilisin popullin e tyre siç e kanë bërë deri tani, dhe kur ke të bësh me kamikaz, patjetër që është e vështirë të parashikosh. Ekziston mundësia e një sulmi bërthamor? Sulm bërthamor nga kush, për shembull? Nga gjykoni Irani nuk i ka kapacitetet aktualisht. Po të kishte Irani kapacitetet bërthamore, mendoni ju se do ishte sulmi në këto përmasa ose do ishte lejuar Irani? Është pikërisht lufta që mos t'i ketë ato kapacitet, mos ketë mundësi, sepse një mendje mbrapsht, siç ishte lideri iranian, pra një diktator i egër, por dhe këta që aktualisht janë në fuqi, ju mendoni se për të ruajtur pushtetin nuk e bëjnë ata një sulm të tillë? Pra do e kishin bërë nëse... Po me njerëz të tillë pritet çfarë do lloj gjëje. Ata kur masakrojnë dhe godasin me breshëri popullin e pafajshëm, ju mendoni se kanë problem për të goditur një vend tjetër, nëse do i kishin mundësitë ose kapacitetet, ata po e bëjnë. Aktualisht po e bëjnë me çfarë mundësish kanë.
por aq mundësi kanë dhe aq dëme po bëjnë. Në qoftë se do i kishin, patjetër. Unë e theksoj edhe një herë, objektivi i sulmit ishte rrëzimi dhe ndryshimi i regjimit, por kryesorja është mospasja e mundësisë regjimit iranian të ndërtojë një armë bërthamore. Dhe ata këtë nuk e pranuan dhe kemi luftën sot. Nëse ata do kishin pranuar këtë kërkesë, ka përshtypjen që dhe lufta mund të ishte shmangur. Pra këtë kërkesë të perëndimit, si pikë e parë, si vullnet i mirë, i parë. Ata kërkonin të vazhdojmë prapë siç kemi bërë, pra jo me marrëveshje, ju na monitoroni, por ne po mundëm bëjmë një gjë, ata mund të vazhdojnë dhe tani në kushtet e luftës. Kanë ato tunelet nën toksore, dhe mund të vazhdojnë dhe të përpiqen të tentojnë për disa muaj që ta intensifikojnë, se kemi dhe rastin e Hitlerit që deri në fund tentoi për të ndërtuar një bombë, mos e harrojmë. Dhe pastaj dhe zhvillimet e luftës dytë botërore pra në fushën e shkencës, po flas u morën dhe u çuan më tej nga amerikanët. Shkencëtarët gjermanë ishin ata që ndikuan dhe në ndërtimin e bombës atomike. Pas luftës gjithmonë. Por Hitleri tentoi deri në fund. E njëjta gjë mund të ndodhe me ata, mund të ketë në një laborator që vazhdojnë të pasurojnë me gjithë goditjen e rëndë që morën me sulmet e amerikanëve dhe izraelitëve, por sërish skenarët për momentin janë të hapur, por është një tregues është, gjykojmë që duhet pasur parasysh, amerikanët e kanë shmangur vazhdimisht ndryshimin e regjimit me dhunë ose me ndryrje nga jashtë, duke pasur parasysh dhe eksperiencat e tyre në rajon, thamë në Irak, në Afganistan, po jo vetëm. Dhe jam munduar që të jenë shumë të kujdesshëm. Dhe duhet kemi parasysh edhe një fakt tjetër, që është një vend i ndryshëm, ka specifikat e veta, siç e tham, dhe leadershipi dhe mënyra se si është ndërtuar ky sistem dallon nga vendet e tjera. Kështu që tashmë dhe ky vendim që është marrë, unë besoj dhe uroj që nga pikpamja strategjike do jetë një sukses për amerikanët për të ndërtuar një rajon në linjën e mesme ndryshe, më të begat, me më shumë lirinje në radh parë për iranianët, po dhe për gjithë popujt e tjerë që kishin në kuriz këtë fuqi, këtë aks, siç e quajti presidenti Bush, aks të së keqes që bash në këmbë nga pikërisht nga Irani. E qartë. Mirë, koha do të tregoj se cilët kanë qenë apo do të jenë ata në anën e të drejtës. Në anën e drejtës besoj se janë ata që mbrojnë vlerat e lirisë njerëzore, të demokracisë gjithmonë, edhe që luftojnë për lirinë njerëzore. Kanë punuar për të kundërtën. Mbetet për të parë çdo zhvillim lidhur me ecurinë e këtij konflikti në lindjen e mesme. Ne kemi bërritur në fund. Falenderoj, kënaqësi që ishe me ne. Falenderoj juve, kënaqësi. Faleminderit po ashtu, kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi bërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është nesër në orën 16:00 deri atëherë kaloni sa më mirë. Mirë takofshi.